Plaku e kishte aq të madh sa nuk mund të ecja për 2 ditë. Ishte era e parë që Artani dhe Ela do të kalonin pushimet e verës larg bregut të njohur në një vilë të vjetër, por elegant në mal, të trashëguar nga gjyshi i Artanit. Ajri ishte i ndryshëm këtu, i freskët dhe i mpret, i mbushur me erën e pishave dhe tokës së lagur. Drita e verës duke më e pastër dhe më e thellë. Elan me flokët e kuq si flakët e mbrëmjes dhe në sytë e gjelbër që kishte habitur Artanin, që në ditën e parë të takimit kishte dorën përpara saj, duke thithur ajrin me të mbyllur syt. Është si të jemi në një botë tjetër, tha ajo, me një zë të pëshpëritur, një botë ku vetëm ne ekzistojmë. Artani buzëqeshi, ishte e vërtet. Dilja e vjetër, me trarët e drurit ekspozuar dhe oxhakun e gjerë prej guri, duke i si një stre nga koha. Nuk kishte sinjal telefoni, as internet, kishte vetëm ata dhe heshtjen e maleve. Javën e parë kaluan duke eksploruar, u ngjitën në shpatet përreth, zbuluan një porua të vogël me ujë të kulluar si kristal. Hëngrën darkë të vona përpara zjarrit, çdo ditë çonte me vete një intimitet të thelluar, një njohje më të madhe të ritmeve të njëri tjetrit. Artani mësoi se Ela fle me një gjunjë të ngritur dhe pëshpëriti fjalë pa kuptim kur është në gjumë të thellë. Ela zbuloi se Artani, përkundër qenies së tij të qetë, kishte një gaz të heshtur dhe dilte kur qeshte me të plot, duke treguar dhëmbët dhe duke ju vënë lot syve. Por ishte në javën e dytë që diçka ndryshoi. Intimiteti i qetë filloi të marrë një cilësi të ndryshme, më të nxehtë, më të prekshme. Ishte në ajër, në mënyrën se si shikimet e tyre zgjateshin, si prekjet e rastësishme, ndërsa kalonin pranë njëri tjetrit në kuzhinë, bëheshin më të qëndrueshme, si heshtja ndërmjet tyre mbushej me një pritje të palëvizshme. Një mbrëmje, ndërsa ulur në divanin e madh ishin para zjarrit, Ela uli librin që po lexonte. Zjarri kishte dhënë faqes së saj një shkëlqim të ardhshme dhe syt një thellësi të errët. A ndjen edhe ti? Pyeti ajo pa parë nga ai. Çfarë? Pyeti Artani, edhe pse e dinte. Zemra e tij filloi të rrah me një ritëm të gjerë dhe të rëndë. Ajo që po ndodh, tha ajo, duke u kthyer drejt tij. Si ajri, si të gjithë ajri brenda kësaj shtëpie është mbushur me pritje. Artani nuk tha asgjë. Në vend të kësaj, ai u ngrit dhe ju afrua. Ai ul pranë saj, duke ndjerë nxehtësinë e trupit të saj dhe pse nuk e prekte akoma. Nuk është vetëm pritje, tha ai më në fund. Zëri i tij pëshpëritur kundër muzikës së plesaritjeve të zjarrit. Është njohje. Ela ngriti dorën dhe me gishta dridhëse preku buzën e tij. Po, pëshpëriti ajo, kështu ndihet. Puthja e tyre parë në atë vilë nuk ishte si të tjerat. Ishte një vërtetim, një vul, kur u tërhoqën të dy po dridheshin. Zjarri duke i zbet në krahasim me nxehtësinë që digjej brenda tyre. Ti je, filloi Ela, por fjalët i ranë të shkurtra. Unë di, tha Artani, dhe ai e dinte, diçka kishte çelur një derë e mbyllur shumë kohë më parë. Ata nuk folën shumë atë natë, fjalët dukej të papërshtatshme, të parëndësishme. Në vend të kësaj, ata shkuan në dhomën e gjumit të madhe në katin e sipërm, me dritarin e saj të gjerë që tregonte yjet e shumt. Dhe atje, në dritën e hënës, me ndriçimin e zbektë të qeriut që kishin ndezur Ela, ata e zbuluan njëri tjetrin përsëri, por këtë herë pa shpejtësi, pa nxitim. Ishte një eksplorim i ngadalt, një hartëzim i çdo pjese, një përkthim i çdo shushe dhe dridhjeve të një gjuhe të re që vetëm ata e kuptonin. Kur u kthi Artani të nesmen, drita e mëngjesit derdhej në dhomë duke i veshur flokët e Elës në një aurol ari. Ajo fliste ende, me kokën e mbështetur në krahun e tij. Ai ndjeu një val pasioni kaq të fortë sa që i ndau frymën. Ishte më shumë se dëshira fizike, ishte një dëshirë për t'ia përthithur ekzistencën, për ta mbajtur atë në mendje dhe trup përgjithmonë. Javët në mal u bën një kohë e pezulluar, larg preokupimeve dhe kohës. Përshëndetje në shtrat, në mëngjes, puthje të papritura në përrua, gjunjët e dobësuar pas ecjeve të gjata në mal, lehtësuar nga duart e njëri tjetrit, një pasion që nuk ishte vetëm fizik, por që rrënjëzohej në çdo aspekt të pranisë së tyre së bashku. Por ishte një mbrëmje, 2 ditë para se të ktheheshin në qytet, që Artani do të kujtonte më qartë. Kishin kaluar ditën në këmbë, duke arritur në maj që i jepte pamje të gjithë luginës. Rrugës së kthimit Ela filloi të kputet. Të ftohtit i kishte hyrë në kyçe dhe muskujt ishin lodhur. Artani pa hezituar u ul në një shkëmbë dhe e bëri shenjë. "Eja këtu", tha ai. "Ajo që po mendon Artan nuk mundet", tha ajo, duke qeshur dhe duke u dridhur. "Vetëm provo", tha ai. Dhe ajo e bëri. U ngjit në shpinën e tij, duke e përfshirë qafën e tij me krahët e saj.
Artani u ngrit, duke ndjer peshën e saj, jo e lehtë, por e përsosur dhe filloi të eci poshtë shtegut. Era kishte filluar të frynte, duke sjellë me vete erën e parë të vjeshtës. Ti je i çmendur, përshpëriti Ela në veshin e tij, duke i puthur qafën, por të dua për këtë. Artani e çoi deri në vil. Ajo u shtri menjëherë në divan, duke rënkuar me muskujt e tronditur. Nuk mendoj se mund të lëviz më, tha ajo me një qeshje të lodhur. Artani, pa thënë asgjë, nxori një tenxhere me ujë të nxehtë dhe një peshqir. U në dysheme pranë saj. Ai hoqi këpucët dhe çorapet dhe filloi t'i laj këmbët, duke i masazhuar butësisht kyçet dhe muskujt e këmbëve me duart e tij. Sytë e Elës u mbyllën nga kënaqësia dhe shqetësimi. Nuk më ka bërë kur këtë më parë, tha ajo, me zë të përshpëritur nga emocioni. Artani ngriti syt. Unë do të bëj gjithçka, tha ai, thjesht gjithmonë. Pas atij momenti, pasioni i tyre mori një cilësi të re. Ishte më e thellë, më e qëndrueshme. Nuk ishte më me një zjarr që duhej furnizuar, por një ngrohtësi e brendshme që rrezatoi prej tyre. Ata e dinin tani, jo vetëm me mend, por me çdo fibër të qenies së tyre, se ajo që kishte sjell ishte e rrallë. Ishte një pasion që zinte jo vetëm trupin, por edhe kohën, hapësirën dhe shpirtin. Dita e fundit, ndërsa po paketonin, Ela e gjeti Artanin duke qëndruar në dritare, duke parë maleve për herë të fundit. A mendon se do të jetë e njëjta gjë? Pyeti ajo, duke ju afruar dhe duke përqafuar nga pas. Kur të kthehemi? Artani vuri duart e tij mbi të sajat dhe e shtrëngoi. Jo, tha ai me vendosmëri. Nuk do të jetë e njëjta, do të jetë më e mirë, sepse ne e kemi këtë tani. Ai i ktheu përballë saj. Ne kemi këtë vend brenda nesh dhe nuk mund të na largohet kurrë. Në autobusin që i çonte përsëri në qytet, me duart e tyre të ndërlidhura dhe trupat e tyre të lodhur, por të kënaqur, ata heshtën. Por ishte një heshtje e mbushur plot, me kujtimet e orëve të fundit në shtrat, të ecjeve në mal, të ndenjës së njëri tjetrit kundër tyre. Ishte një pasion që nuk do të mbaronte me pushimet, ishte vetëm fillimi.